Unë me qëto 54 krerë viqa e lup, minimum 25.000 në vit muj mi do. 25.000 me punu 2 vetë më përëndim, dhja muj sigurojnë. 30.000 i falon në fund vitit. Mrena viti po. Thrive ju kisha bo apel, mos ty vje marrë mu marrë me blegëtori, se kjo është fitim prurse. Qështë fitim prurse, kur vici një jave, si të lind lopës, kushton minimum 500 euro. Një rrugë e Kosovës. Lauretën du me obligu sot me mnimu një qitë love. Është di sa më uçi. E sti, hisko gale, moshet fukun. Laureta ja ka morë durën. Gati e mu mësuve, që mësove. Nër 2.500 euro nuk i. 2.500 euro një lopë, mirë është, nuk është keq. Një veç 6-7 mujsh, 1.200 euro. Se kur mos të ishte profitabile, unë moti kisha hek dorë pisajna. Miqtë e mi dashur, përshëndetje. Na sot kemi arë në fshatin Leshan të komunës së Pejës, te firma e vëllezërve Hajradini. Na jemi edhe Abdul Hajradini. Kemi arë me taku, me po, ata kryesisht merren me bujqësi edhe me blegëtori. Kena me po punën e tyre dhe kena me shku, me fol pak ma shumë për punët e bujqësisë kryesisht lopëve. Pacana jem, qësh je? Mirë se ju gjetëm. Si je, qësh po kalën? Mirë, nuk o kesh. Me shëndet. Mirë, ka djeshti mo. Qësh pjo ecin ditë këtu? Mirë, në katon, kush do me punu mirë është, nuk është keq. A për ka pun katon, ba? Sa dusha? Qaj që dënë me punu, ka. Qaj që s'don, a i flen, të në ditën flen, të natën rrët në TikTok edhe në Facebook. A i që dënë me punu, po. Si kejtë rinia, mam. Po. Qa me bo, ti bacana e mirën e mëti, do me thonë, je fermer. Babe babgjëshin marrë me blegëtori, bujësi e blegëtori, tash edhe unë e vazhdoj dëmon prapë mas tyne, si trashimtari tyne, e vazhdojmë. E për djemë të atërë më barët, a dojnë me vazhdu aja. Sa t'jem unë e i fort, unë e vazhdoj, dej sa të muj me qënru, po. E do me thonë ti ki lop, apo? Po. Tash kena me shku edhe me i këshyre edhe lopët edhe me fol pak ma shumë për vetën tone. Ti do me thonë babe ba më gjësh e ki trashëgume këtë pjesë edhe... Aja ke po hojrin bac? Po sigurisht që po. Mës me pa po hojrin, na kishim hek dorë moti pi tyne. Po, ka desh zoti kalje verdi pi tyne, ka të ardhura, na kem ble tokë me to, kem ble pajisje bujqësore komplet, kem dërtu shpi 3, pa ndimin e migracionit heq fare, thuja. Do me thonë, me punën e lopëve, shtallës, po, edhe me punën e tokës, kem arrit, shumë kem arrit. Keni ble tokë, keni ndërtu shpinë, keni rinovu shpinë, do me thonë krejt që toj keni bo... Po, me bujqësi, 8 hektar tokë kem ble, mas lufte, edhe ja kemi fillu 5 zarës. Na para lufte kemi pas 22 krerë lupë. Gjatë luftës, mas luftë, na kanë hupë. Mas luftë vish një kem gjithë. Me një kem startu. Një vla na ka pa dalë në Gërbet në Gjermani, Samia e përshëndes. A i arë për Gërbeti na ka bledhe një. Atëre kem fillu një, tu i vazhdu, tu i shtu, sot i kem 54 krerë. A dojnë kujdes, bas, normal që dojnë kujdes edhe dojnë shumë ku edhe ti do me thonë me vlonë tëndë dhe me bashkëshortën edhe punatën? Me bashkëshortën edhe me punatën, po familjarisht do me thonë jemi të angazhum në përkujdesje tyne, se për ndryshe, po si dashtën edhe tjertë, nuk mund i mbanë, veç një person nuk mund i mbanë. Feks, po do të kujdes edhe do të dashni për këto punë që masanej. Sigurisht. E bas, qa po menën ti rinia sot? A po dojnë me punua, a s'po dojnë heq me punua? Rinia, pak dojnë me punu, pak. Ma shumë këshyrin... Punë ma atleta, një pjesë e modhe këtu në fshat e kanë shu, kanë dalë në përëndim, s'dojnë mu marrë me bujësi, ju do këtë punë e ranë fizike, kështu që shumë keq. Gjysma e fshatit është e bëshatisur, shumë për të ardhmen e venit është shumë keq është. Feks, po, ama kjo është fatkeqësi se në çdo fshat Kosovës
Qështu është i bëshatisën, sidomos prej rinisë. Edhe Veç po këshyrin me dal jashtë edhe për një jetë ma të mirë, dhe nuk i gjykojmë ata se dhe ata për vete po mundohen, po se dija, sa edhimshme është për ty Backja? po qysh është edhimshme kur fshati jonë është veni i rrafshrin, ujitët, kem sistemin e ujitjes, veç a dënë me punu se gjitha i bën, me perime, me misër, me grënër, me gjithë shka të mbillsh, e prendimen, shka të mbillsh. Do më thonë, i kanë ikë bujqësis, rinia, bele një pjesë e madhe i kanë ikë bujqësis, nuk dojnë mu marrë me bujqësis, ju do këtë punë aron fizike. Edhe nuk e dojnë, Nuk po, e se dojnë, dojnë po, se si nuk e punë dojnë, ju heq. do këtë punë aron fizike, me se tash teknologjia ka hec, jenë pajisje të shumë ma letë me punu, po prapë se prapë i shoh që një pjesë të rive nuk dojnë me punu. E pse po menojnë që Pekina ma të letë me lëshu vendin, se sa me punu në vendin tu? Se, si me thonë, këtu mungon perspektiva, mungon përgjithësi, mungon perspektiva, nuk s'ka shëndetësi, nuk ka s'ka perspektivë për të ri, s'ka sigurime, s'ka të ardhura. E ka kryer djali fakultetin që 2 vite edukatën fizike është pa punë. Ai normal pret, po dikur lodhet edhe duhet me nshu vendin me dalë mërgjim. Pse punojnë në mblegëtori, në bujqësi, aty ai se besoj që vazhdon profesionin tim. Nuk dën. S'ka prirje, nuk Se dën. vrejet pak ajo Nuk dën. në fillim, do me thonë. Nuk dën. Shumë mirë e the s'ka perspektivë, do të me prit sa vite për me talë shu vendin, edhe Po. me dalë në pension për shumë. Ajo. Masanena janë këto nepotizmi, korupcioni, dosh me dhanë pare, dosh me pas Po njafshëm. s'pa të lidhje, Se s'po do ha. mi këty në gjonave po janë tema dhe gjona me të cilat përballemi çdo ditë, edhe fatkeqësisht si pasojë këty në gjonave, masanena po na ikin rinia, nuk po shohin të ardhmen, s'po Po, shohin normal, perspektivë. normal. Edhe normal është e dhëmshme, po çam i bë. Ti do më thoj ki 2 djem edhe 2 janë 2 këtu djem, në po, Kosovë. 2 jem këtu. Po ti vet, a ke dosht, a vazhdojnë atë të shkojnë Po, edhe të po, shtolla edhe bisedojmë. A ke dosht bas nëjherë me lëshu vendin? Jo, A kur, ke pos nëjherë plane, dëshirë? kur s'kom pas dëshirë, kur. Jo, Ja, kur, hiq. Kur, edhe pse kem përjetu kohë të shtira para lufte, kemi qenë për ndjekun, prindi, une, po, ja, nuk kem hek dorë. Ja, zotin Asnjëherë nuk e- hiq kur, s'kemi hek dorë pi venit tonë. Kem kontribu në atë mënyrën sa kemi mujtë, familjarisht. do me thonë, ke që mirë që të Me ke vend tonin vendosur. s'ka, me vend tonin s'ka. Ajo është, ku ka ma mirë se në vendlindjen tone. Ku ka ma mirë. Ta lakmojnë në përëndim, jo ka të ardhur, ajo jetë, ajo sigurimet e këtu, po në përëndim në rinia jenë të humbër. Pasazhet e ty në gjenerata 3, jetë 4, ta jenë të asimilon. Do më anë Kosova po jetë bësh. Për shka luftun, djemë të ri, Po. për shka luftun. Kanë luftu për qëtë vend, me ecë, me lutëzu këj vend, mos më shpopullu. Jo, sot, mërëna 4 vite shkojnë 300.000 persona ta në shojnë Kosovën. Për ditë, nuk ka ditë që s'ndigjon që u tërheken fëmijë pi shkollës, se mu vdhanë punë në arsim, është drejtori i shkollës në Kishin. Numri në zonca për çdo vit bjen, për çdo vit. Ka shkolla që asë një Bjen. në zonë sa nuk i kanë. Edhe tash bën e me një shkollë që dikur i ka pas 400-500 zonë sa së diko asë 20. Ko, në shotrat Kosovës. Ajo edhe është rrezikojnë dëm, mbylljen. është dëm. Masanena kur të mbyllet një shkollë, krejt ata mësim dhënës, mbesin Jesin edhe pa punë, normal, jesin mbyllet shkolla, duhet mi barë të që mi qunë shkollë tjetër, se me pak në zonca, me 4 në zonca nuk mund bëhet ora. Kështu që ajo është shumë dëm për vendin tonë është dëm. Kisha bo apel shtetit me pas kujdes shumë të madh. Gjenerata të reja, mu përkështu për gjenerata të reja, mos i mi leju me ik jashtë, po mi u kriju vendet punës. Jo me prit gjenerata të reja, me vite, me prej vend punim, sun e gjona i detyrohet me ik. Detyrohet me ik me në shuvenin. Për një jetë më të mirë, kur këtu nëse dën institucionet e këtu dojnë më punu marë, janë mundësit më punu marë, janë, jo, kem resurse natyrore, kem gjitha i kem. Mujna me zhvillu edhe turizëm, kem Gjitha, gjeshti, kem gjitha, shpejt, po gjitha, thjesht kanë gjitha. herë truni për na mungan edhe Po, s'kemi qa mi bo. inshallah na ndihmo Zoti, inshallah na ndihmo Zoti.
shpresoj që vedisun, edhe politikanë vedisun, e ngrejnë pak ma morë, se për deri që tash shumë dobët. E bac ku e shet ardhmen e Kosovës ti? Ku e shet Kosovën pas 3 viteve, pas 5 viteve, pas 10 viteve? Shpresoj shumë që të mushën mend politikant e të punojnë për të mirën e popullit, jo për interesa partijake e vetanake. Se derisa nuk punojnë për të mirën e vendit, kotësht. Ja, mendon që ka me orë një periudhë ku kemi me punu për të mirën e vendit. Shumë shpresoj që ka marrë një kohë që kanë me pa dhe ata që nuk bën gjithmonë me punu për interesa personale, po duhet më kthy me punu për shtet, për popull. Na e kena qëtë problem se këshyr mi mbush gjepat tonë. Edhe nuk e dja vjen një periudhë ku kena me qitë shtetin edhe interesat e shtetit para vetës, se tek e fundit parja shkon e vjen, apo kuptojmë, po thjesht dosh me monësh bre dhe let me mbeti në histori kur të punon për vendin tënë. Po nuk e di pse nuk me kanë qatë vullnet edhe. Që aty edhe në më vjet që di, shumë që di, pse nuk e shojnë interesin shtetëror para ati personal. S'pari duhet interesin shtetëror, ma sa ne interesi personal. Se pa pas interesin shtetëror, kotësht. Lauretën du me obligu se të me mnimu një qitë ljove. Bashkë me Lauretën, ke me vazhdu. Qërë Lauret ty me qëtoti, ma let vjen, unë me këto. Shtine në punë pas. Po, mera që të ti Lauret, mera që ty e kitë pësheshun, ma ka laj, po. Është di sa mjë qipën e të stej, s'ka gale, mos e të fokun. Në sho që aty tash, në sho. A qëtu me sho? Po, sho. Në tretuar, li, Laureti është ynë me kom, duhet. Ti nuk shine me mjele, pas. Ja, me mjele është ma zërë, i mjele masina, ma kalaj, kështu tim një më mjë qitë, Lauret, mirë është. E tash me maqina për mjellë? Po, me maqinë. Okej. Dritoj, brona. Laureta ja ka morë durën. Opa, ka dalë. Vishë në sho. Bas ke lukë të shtira, bas. Jo, ku dojnë ma hungër këto e në përgjësien. Po. Në mëngjes qona në ora 5:40. 5:40 e një ditën. Mëngjes, po. Në ora 9 i përfundoj këtu në fermë. Ju qesë në mëngjes. Ja u pastroj love. Ja më heki plehun. Apo më shkëna ju. Fort mësoshti, gati e mu mësu, veç u mësove. Veç u mësove. Hade Lauret, bash mija ke marrë durën, vazhdo që aty Lauret. Bash mija ke marrë durën. Ja. Ta është bësana e mja letësu sanë ta, edhe mi mjellë me mekanizma dugur. Me mashinë, do mon mjellën, është ma letë. Më tu të mashë. është ma letë, me gjithë se shkajnë viqa që mu e pinë qumështin, ma shumë javlon viqa se sa që mjellin. Një pjesë, shka s'mu e përdorin viqa, që sun e pinë jenë ma të vëgjel, atër e mjelli me mashinë. Dhe më në ora 7 mëngjes vjen bashkëshortja bashkë me kunatën një mujnë edhe ato me janë mashinën e me vazhdu mjellin e luve. Atër, si zakonisht, kështu e ka kjo, po është punë e përditshme. 7 ora është mjellja,
Din tjetë diçka përfundon domon e kryj me ple, ju shtroj, edhe pejt tjetë 30-ve jem I lirë atër dej në ora 11:30 nuk ka ma punë fermë. Tash sikur disa që thonë jo ka punë shumë anej, nuk është që ka gjithat punë ferma. Ferma I dën 3 orë në mëngjes, një gjysë orën mesditë, edhe në pramë 2 orë, kështu që nuk është edhe qashtë që ranë me punu në fermë. Nuk është qatë zërë për të me punu në fermë? Jo, kush ka vullnet e dënë nuk është qatë zërë me punu në fermë, po këta të rritë një pjesë ju pengonera, ju do këtë era që po vjen plesën, ju do këtë rënë. E bacat një mujnë kështu djemë të nipate? Po, një mujnë djemë të vlaute, djali jem një punën, qaj që ke kryu fakultetin është pa punë, një mënë edhe aj, ma shumë mekanizm a I meret, do mon punën me maqina ma shumë. Në fermë, kryesisht, para dite jem vetun të ja, dhe shoqja me konatën ndimon të mjelja, edhe vetun jem para dite. Mas dite I kom vinë këta brigada, do mon, jenë 2 djemë të vlaut, edhe vlau më ndimon në pramje, I krymë pak ma letë. Nuk është që është gjitha e punë, do mon. 3 orë në mëngjes, 2 orë në pramje, gjysë orë ose 1 orë në mesditë, nuk ka qaqërar ma gjatë. Edhe fitime ka, sa për shkëm batë, sa për shitet një lopë? Nuk ka kesh. Tash lopë që vynë diçka të kategorisë mirë, nër 2500 euro nuk I. 2500 euro një lopë është mirë, nuk është kesh. Nuk është kesh. Po, nuk është kesh. Një veç 6-7 mujsh, 1000-1200 euro. Bikat, shamull, unë ma shumë rriti bika për majmeri që jënë të moj 500 kg dhe 600 kg, 4 dhe 4 euro 10 cent për kilogram, javlin. Javlin, do më thonë më mirë. Javlin, ka to, veç dënë për kushtim. Dashni për kushtim. Ti moj ishe lopë të mirë, po ja ishe edhe muzikën atë. Muzikën këtu e kanë, të regullt e kanë. Pse, a ndikon diçka të... Jenë matë qeta, është interesant, jenë matë qeta. E qarë muzike ishte? Në radio e lonë, në radio stacion shamull, radio nishin pak ma shumë e preferoj, se ka muzikë popullore pak ma shumë. Me muzikë popullore I moj lopë? Me muzikë popullore I mboj lopët. Lajmet kur po dalim ka pak po mi boj nervoz, po shkurt ato shqyqyr nuk po zgatin shumë. Kështu që në përgjithësi mirë është. E do me thot batë kujdes normal, si gjdo gjo dënë kujdes për kushtim e krejt. Po është e apritojnë gruja e vlot, apritojnë mu mirë. Jo, nuk pritojnë. Nuk pritojnë as ato, se sikur mos të kishin dëshirë dhe ato, vullnet për mi majt, unë s'kisha mujt mi majt. Mos, pa përkrajnë e bashkërët e të kunatës, jo nuk isha mujt mi majt. Jo se kanë punë to, do më onë, të mjelja të kanë punë pak ma shumë, kështu që ato më dimojnë të mjelja. E të produktet e qumshtit, të produktet e qumshtit, një pjesë vogël qumshtit e shesim një pikë grumbulluse, edhe pjesën tjetër e pinë viqet. Djathin e këto... Shumë ma pak përdorin, jo, se ka punë pak ma shumë, ma pak përdorin. Ma pak, një pjesë bilmetit qëto me madhë pak ma shumë, I furnizojmë një restoran në Radac atje. Do me thonë për veti, kështu zbleni produkte Ja, kur, krejt produkte të shimore, qka I kemi bio, me mesh, me... Edhe ushqimin e kashve, gjithashtu është bio, krejt komplet. As një kilogram koncentrat nuk blijet për fermë. Hiq, krejt e sigurej vetë. Nisër, gruër, ja bëj kombinim, farë lula vdilit, e bluj edhe ja bëj kombinim. Do më nuk përdori fare koncentrat në fermë time, hiq fare. Pse, do më thonë, është I damshëm, se për shumë njerëz dhe e përdorin? Të majmeria nuk preferohet qa shumë, mishi nuk o bashkë kvalitet, sukur sa që është me grënë edhe me misër, edhe është shumë shtrajt me bli, është shumë shtrajt. 14 euro kushtojnë 40 kg, kështu që unë e sigurej vetë, kom tokë bolë punuse, e mjeli misin, e mjeli grurin, ja sigurej vetë. Do më onë komplet, shka ka shpenzime për blegëtori, e sigurej vetë. E bace, pse po menon që rinia sot nuk don as me ja përmend punë të bujqësisë. Sidomos me thonë merru me lopë, kështu. Ka dhe asi që e dojnë normal, po pak janë ata.
Se punën që kim ka shumë para gjykime për punë të bujqësisë, blegëtorisë. Na folëm edhe më herët që ka shumë shqiptarë që punojnë edhe çoban, ashtu në shtete tjera, sidomos në Zvicër, fermere paguen, po në vendin e vet nuk dojnë me zhvillu këtë lami edhe këtë punë. Nuk dojnë se ju do këtë punë në çmuse. Fermer, ka fermë të love, ju do këtë punë në çmuse. Ajo është, për mu është naivitet. Se që është punë në çmuse një sen që javlen. Javlen është profitabile është. Unë me qëto 54 krerë viqa e lup, minimum 25 mijë në vit mu i mi do. 25 mijë me punu 2 vetë më përëndim, s'dija mu i sigurojnë. Do më do t'i kitë poqa dhe mund karo me intervistu shumë fermer, shumë bojt, shumë njerës që amerën do më thonë me këtë lami, edhe se cili ko fjallë të njejta. Edhe po më vjen mirë që po ja shini hojrin, se te ke fundit jeni në vanin e juj. Sigurisht. Pse me shku për shamull me punu dikur tjetër, po basë pse me nën që e the e shuhin me si punë për çmuse. Pse me nën që jena popull që nuk e dojna shumë bujqësinë, edhe që mundohemi me ullë poshtë dikën që merret me këto punë. Ata pranojnë një pjesë, shamull Zvicër, në Gjermani punojnë ferma, këshyrë ferme në Gjermonit. Nuk pranën me kujdes për fermë të vetën. Për shembull, për ai që ka mundësi, ka tokë, ka bazë, se pa pas tokë tonën të mjaftueshme nuk mundesh mi majt. Këto kanë shpenzime. Nëse se ki bazën, nuk ki sipërfaqe tokës të mjaftueshme, nuk mundesh mi majt, se ushqimi i tyre është i shtrenjtë. Nëse ki bazën tonë, ki material ushqys, nuk e blen, ja vlen, kjo është profitabile shumë bile. Po, një pjesë të rive, edhe pse kanë bazën, gjirë e lonë tokën edhe nuk i mbajnë. Unë karo me folje dhe me diskutu me shumë fermerë dhe të regujnë që shumë njerëz dhe orë atje japin dhe me thonë falmi kosit e kështu, edhe i lojnë tokën me thonë kështu në gjuhën popullore, e lojnë tokën batal. Po, na i thojnë Pse? Pse, të regova, s'kanë vullnet për punë një pjesë, nuk dojnë mu marrë me bujqësi, ju do këtë punë e ronë fizike, me që se tash teknologjia ka avancu, është mekanizmi bujqësor, është ma letë shumë më punu se sa për para. Edhe mi mjell tash ti mjell. Tash mi mjell me maqina, shamull, edhe plus, kur t'jesh për majmeri, shamull, ki viqa tut, një pjesë të madhe të love si mjell hiq, veç jam këshën viqat edhe, veç duhet mi pastru, mës me pas bakteri në gjinj, edhe i nëshën viqat pa të lashe, në parë qash pun. Për një orë në mëngjes, dhe më honë komplet kryhen kryqtalla. Për një orë mjelja fjalla. Po. Atër, që s'javlen. Që s'javlen. Ka 25.000-30.000 euro i ndonë veç, mas në vetë. Në vetë, po, sigurisht që po. Po normal se ka pare në këtë punë, edhe normal që Zoti nuk ju harën edhe ja u shpërblen, edhe shqyqër që ja u shpërblen krejt mundin edhe. Është profitabile, ai që ka tokën e vetë, ka mundësi, ka mekanizëm bujqësor, është profitabile, jo pak, po bukur shumë. Sikur mos t'ishte profitabile, unë mot i kisha hek dorë pisajna. Po e kom po që ka profit. Mas luftë kem fillu me një lupë, 2, edhe e kem rritë. Na edhe pra luftë kem pas fermë, se babe blab gjysh kanë majtë. Po na kanë hupë. 20 krerë, 22 krerë na kanë hupë. Vish një kem gjithë, edhe kem fillu pra, pe një, 2, 3, edhe domthon 10 vitet e fundit, 10-12 vitet e fundit, i kem pas 40 krerë për mi. Edhe kem shtu numrin deri në 54. Edhe 2 herë kem apliku për Grand Ministri të Bujqësisë, 2 herë jemi refuzu. Në 2023-ën kem mendu që hajt tash ka korupcion ma pak edhe besoj që i përfitojmë, na u refuzu. Edhe pse kem pagu 2.000 herë veç me rregullu dokumentacion. Se ato kushtojnë me bo plan projekte këto. Qunit ju tek tha, do me vazhdu prap në 2024 me apliku, se nemen tina ka apliku, Ardit Hajradini. Pra po refuzum, edhe pse i punoj, ofër 40 hektar tokë, për mi 50 krejë ljope viqa, do ma onë nuk jem përfitus, jenë përfitus, dikush nështë atë që s'ka asi ljopë. E pse bas të me të njëfë shumë, a? Vallaj, mu ma ka mërmenja si qashtu dishka është.
Do më thos, nuk merr një as gronta, as diçka. Veç subvencionimin për krejt lopës. Subvencionimi për krejt lopës qëmështore është 90 euro, që 2-3 vitet e fundit është qështu, i njëjti. Në vetë. Jo, vjetur është. 90 euro është për krejt dëmon lopë qëmështore. Për viqa është 20 euro, i këtu jep komuna më zgabofsha. Duhet më konë për 3 mujve dhe 9 muj viqet, për majmeri që jënë. Tjetër subvencionim s'ka, edhe për hektaraj tokës, ato i kem 304 euro për grunër dhe për misër, ka 304 euro në vetë. Po. Ato në ndihmojnë bukur shumë, se në bazë tyne në bletësojnë. Bile shpenzimet e derivatëve i hekim, se na kem shpenzime derivatëve, se mekanizmi bujqësor ka hargjime, ka shpenzime derivatëve. E bazë 2500 euro për një lopë, a është shumë, a është pak, a është mjaftueshëm. Ti merresh goxha më ti me këtë punë edhe besoj mënesh me ditë pak a shumë. Nuk ka keq, mirë është. Me krahasu me 10-15 vite përpara, 1200, 1000 s'ka pas vlerë më shumë, tash nuk ka keq, mirë është. Megjithëse standardi jetësor është rrit. Kriza ekonomike domosdoshmë ka zhvlerësuar. Era nuk e ka vlerën që ka pas para 10 viteve. Po apet mirë është, ja vlen. Edhe këto për majmeri mishi, na pesh gjallë, para 8 vite 10 kem shit me 2 euro kilogramin, pesh gjallë, bika, ta shembull është 4, 40, 4,20, nër 4 domosdoshmë nuk ka hiç. Këto që në mosha ma treja, 200 dhe 300 kg, janë 5 euro kilogrami, pesh gjallë, kështu që ja vlen. E do më thoni, a i shitni në trega apo ja shitni mishtore vetë në ndryshme? Ma shumë mishtore, ma shumë vini mojnë shtallë. Mishtore, zakonisht për vitri fund vit, vini edhe njerëz shtu kem klient rregull që vini mojnë për stërmat i mojnë këtu në vend. Nuk kem nevojë mi qunë tregas. A, do më thonë një njojnë edhe e din. Po, e din që është mish i kvalitet edhe është i sigurt, do më honë shumicën i sheshim shtallë. E so, për shembull i shetën vetë, në fund vitit e kam fjallën. Mrena viti 15, minimum 15 copa. 15 copa i shetë? Po, 15 copa. Basanaem, cila është puna ma e lëshme të pjesa e lopëve? Zakonisht është pak më rënë hekja e plejt, se hekja e plejt merku pak më shumë, edhe është pa rënë fizikisht, duhet me karrocë dore me hek, edhe zakonisht kur të kish gjohë shumë, na përdorim kasht për shtroje, jo byk. Zakonisht byku është më i mirë për shtroje kështu për lopë, për thuna kështu, po për ple organik, për fush nuk është i mirë. Kështu që na përdorim kasht. Kashta është më e mirë për plerim tokës, edhe më e lehtë. Kështu që përdorim kasht, po ple bëj pak më shumë. Për çdo mëngjes mbien një 14 karroca dorë sa 15 mi hek, po i fort jam hala çnrojën. Shqyr edhe bravo. Po. Basanaema menon që është fitim prur se kjo edhe çaj kishte thon trive për pjesën e lopëve, do më thonë, a është fitim prur se edhe aja vlen me u mirë me to? Trive ju kisha bo apel që mos t'ju vje marrë mu marrë me blikëtori, se kjo është fitim prurse. Qështë se fitim prurse, kur vici një jave, si të lindë lopës, kushton minimum 500 euro. Një jave, nëse shemull një fermerë dërzën qëmsht, dënë me hek vicin, 500 euro e ka vicin si të bën lopa. 3 dite. Një rrugë e Kosovës. Atër vazhdojnë të me qëmsht, nëse dërzën qëmsht. Edhe Qumshti sa po shojnë litra? Qumshti nuk është trajt, 46 cent e marin pikat grumbulluse. E kështu për një euro njën? Po, kështu me të fermert, me shit kështu privat, dikon të njerës 1 euro, po pak e përdurim ashtu. Edhe kilogrami djotit 5 euro, 4 euro, 7 euro. Kështu që ja blenë edhe... Mos zakonisht pak ma shumë bojmë, 10 euro kilogramin e shesim, edhe ato dhejnë 700 kg vetë, do më honë, mojmi i të bojnë ato dy maraklike, dy ndimëse të mija, nusja dhe konota, po. Normal, se vetë nuk ishe mujtë as teki përkrajen shumë edhe të familjes, në këtë rast grustonet, kunotës, po edhe të vlotë edhe pjestarve tjerë gjemve tu, do më thonë. Sa kërë ljopi ki edhe njëherë në bi 50? 54 janë ljopë dhe viqa, 54. Një pjesë dhe mon, ofër 20-ve janë 18 copa, 20 janë veç ljopë qumshtit, pjesa tjetër janë mëzore, viqa e mështira për shtim që i kem me shtu fermën e shtu.
Ja nisi edhe muzika. Këto kanë relax, e kanë muzikën, zakonisht e kanë relax. Edhe me të vërtet ish relax. Është shumë interesant se kam po edhe njerëz tjerë që i lëshojnë muzikë. Veterinarët ma kanë propozu edhe plus vetë kështu është mirë kur rresh një kohë gjatë, çamull 2-3 orë të tu ndëgjon ndaj informacion, nga ndaj muzikë, diçka ndaj këngë, ja vlen bashkë. Edhe është relax me të vërtet për luft. luft. E pëlqen mas shumë ti te luft, bas. Po te luft. Unë i du luft, nuk e parashoj jetën pa to. Është shumë dikush thotë që çysh do luft. Unë e du se është sen që krijesë e Zotit, është profitabile, është e dashne, nuk është agresive, është gjitha. Edhe dishta me thonë diçka tjetër më falë që për ndërprej, na shqiptarët kemë që si komplekse. Se në krejt botën me shku nuk i kanë qëtu komplekse që na i kena, do me thonë, jo mu mirë me lëp keq, jo kështu jashtu, fatkeqësisht, përbollemi me këto fjallë. Sigurisht. Po, shumë mirë që po të regoni që edhe është profitabile, edhe ja vlen, edhe... Ja vlen, të në vitin me punu një firmë private, dikun 5-6.000 euro shambull, nuk mund me rrugë 500 euro në mujt. E ti, afro 30.000 euro i palën në fund vitit dhe... Mrena viti po. Na vazhdojnë me dojnë jashtë. Po. Baca Naema, po na të regën pak ma shumë për këto mjetet e tua të punës, dhe me thonë. Me këto e përdojnë për plehun, a? Këto e përdojnë për plehun, e përdojnë me qelë kanale, temele, rafshu borë, vijat e ujtjes i punoj me ta. Gjithë shka, shumë mintë, dëmonë një pjesë të mirë të punës, ma letësën në bujësi kjo, për mestina. E heki shatin për i dore, kjo ma heki. Shumë mirë dhe këto mjetë bujqësore i keni ble do me thonë me... Me blegëtori. Na gjatë luftës, para luftës e kem pas vetë traktorin e para atje. 539 që i thojnë, po. Me ta kemi shku në Shqipni. Masi na ka një ekser dëmonë për këturit, me ta kemi shku në Shqipëri. Për Shqipërije jemi këthy prapë me ta. Na ka pru prapë në vendlindje, shuqër. Ato e kem shenjt mbash me se kem hek kur. Edhe e keni kështu si në histori. E kem histori, jetë si dokument ku na ka qua edhe na ka këthy, edhe kur nuk e heki, se është shenjë. është funksionar. Shumë mirë, është në gjendje të rregullt, punon për marak. Se bashkë ta trakturat e vjetër, do më thonë këtë gja punojnë kështu. Jo, bashkë për marak. Do më thonë, e bacë, qëfar vlerë e kanë këto mjetë bujqësore, me i nxej kështu, sa shkon vlera atyre? Dikun 60.000 euro do më thonë jenë pajisje bujqësore. Do më thonë pajisje bujqësore, 60.000 euro janë. E këto për çfarë përdorët? Këto është përdorët, kjo është mi bajt rrotoballat, mi ngarkus, ajo është mi lidhë rrotoballat. Okej. E me këto traktori më i madh i vijnë për atë pajisjen e rrotoballat, se këta tjerë nuk kanë fuqi për me qu. E do më thonë krejt këto baci keni bo me shtallë, me punë, me bujqësi blegëtori. Edhe bravo ju qofë se jeni njerës shumë punëtorë dhe njerës që dëni punën që punëni. A na prune ti a? Qa është kjo, lëpota? E se me që to ti indiman ogjës edhe bobit a? Pua? Po ta hos zemrën e tjo yll. Ajo pajisja dytë është pështjellë si rrotoballa, do më shkon krahas me këto, është e pështjellë me foli ushqimin e lëngët të kafshëve. E do më thonë, bac ti me qa traktor, edhe shumë miri pas kera nisë kështu, ti me qa traktor ja ke nisë sot i këtu... Po, sot i kom 4 traktura. 4 traktura edhe bagjerin. Do më thonë bac me punë të bujqësis. Me fermë. Keni ble tokë, keni ble pajisje bujqësore, e keni ndërtu shpinë, krejti keni bo. Me fermë edhe me bujqësi. Do mon me bujqësi edhe me fermë. Edhe sot bën ty të lumtur kur kthehesh pas në kohë, edhe e menon çështja ke nisë edhe ku je sot, ç'sh nihesh.
Po ndina krenar, shqyqyrë prej Zotit, kem pas shëndetin, kem pas përkrajën e familjarëve, edhe bashkarisht kem mujt me mri me mri qëto pajisi, qëto punë që i kem qëto mjetë komplet. Se për nëshë pa përkraje edhe të familjarëve me një vetën nuk kisha mujt me arrit. Vetë s'monët njeri me ja dal heq. Jo, Po ju jeni shumë përkrasë dhe qa më një përshtypje, keni shumë raportin e fort edhe me vllahun tënd. Me dy vllaznit, po në këtë rast me Bacën Abdul që është këtu në Kosovë. Po, është lidhja me ofër se është këtu edhe puna na lidh ma shumë bashkarisht, me koordinim, domthon ajo ndikon shumë mirë. Ajo ndikon, është krah i djathtë imi. E Bac, që kjo do më thonë, që kjo është traktori edhe mjeti i parë. I parë, po. Edhe qatë kujtën ty kë traktor, për e shë? Kjo është, prej vitit 89, domthon, kjo është i ri që ka arë tonë, domthon, që e ble, prindi e ka ble atëherë. E pas ke kujtim edhe për babës? Po, kujtim edhe për babës, edhe baba është gjallë, që ala zëmë shëndet, nuk është kesh mirë është. Pas dhe më thonë, këta janë rotobolla. Ushqimi lagët për kafsht. Okej. Domthon, po s'po të kësi është problem fermë me majtë, me fermë qumshtore bile. E pse janë ma... Këta janë ma praktik, kanë qumsht ma shumë, janë ma energjik, kanë kalori ma shumë. Okej. Gjitha. Edhe është ma letë tash, se tash punohet me teknologji, domthon me pajisje bujqësore. Nuk ka nevojë me përdor të furkun si tynerë, që ju doft mi tere, mi lidh 4 orë, mi bajt me fuqi fizike. Tash ti me makina, i lidh, i ban krejt komplet veç me teknologji, me traktor, s'ka nevojë me dorë hiç. E soja u kanë lecu jetën bas qëto teknologjia, para me në tash edhe mi mje lupt, i mjelni me makina. Po, ajo letësën shumë, 80% punës ta hek, ta letësën. E vërtet. 80%. Edhe këta nuk ka nevojë për garazha, mi shtinë nërmlojë, kështu se këta kanë pështjelësin e vetë, nuk i gjonë kur gjonë. Po vërejnë. Është ma letë. E Baca për na full pak ma shumë për... Ta do me thonë qka është? Që kjo a? Qëta, qa është? Siraj. Siraj? Bravo. E që kjo është lopota jute që ti i ndimon? E kum di ndihti. Ndihti ke blia? E hajtë të regojna qësh e kop ti silazhin? E kop me kërci Hajtë e shko qitin merre. kulit. Ka dhe qësh e narkan ti. Kapi me dy duhet. E kish i puntur mëre këto? Qësh e kop silazhin. Qështu edhe ja qënë do me thonë kolit edhe ja qënë lopës, a? Bravo! Sa i mirë! Po më pëlqen shumë që edhe fëmija, se kjo për shembull ky pedeke shumë. Shumë. Edhe lupt, edhe punën këtu, edhe jetën fshat, edhe... Po vreki që ja dënë, se duhet pak me ta dosht. Ky si ke e dile, si ke ditë shkolle, ky në 7 ora ka mu zgju edhe në 7 ora vjen tonë në fermë. Qash në 7 ora në mëngjes vjen tonë në fermë, pi Maraku që nuk flen as, ky nuk e merr gjumi magat, qash Marakli është. Ku të rritet e vazhdon e len nuk di gjovish. Po edhe ndimon mirë ujt lupt, se na në pranverin shojmë lupt, 3 mujt. Edhe plihin ja hikti, a? Qysh mërë ka që i vogël? Me kaci. Me kaci. Mu po më vjen shumë mirë se kë nga ka bo lavë, do me thonë së të në ditën. Mashallah, kjo është orator. Mi kesh për cilë edhe mu storjet e mija. Në zonë si mirë, Ta tana. shime po vetë në televizor. Po, a po gëzohesh? Po. Sa? Shumë. O ta ho zemrën, trujt zoti, hajde me mire. Baca, po na full pak ma shumë për jetën në fshatin Leshan. Do më thonë, qysh është jeta këto, a është fshati i banum, i popullum, a kanë shutrit venin? Si fshat është fshati mirë, është veni i rafsht, kem ujt pijes mjaftushëm, kem ujt për ujtje mjaftushëm, ujt pijes verës kem ndërprerje, domthon për shkak thatësis, kem ndërprerje, po shumicën e kohës prap kem. E për ujtje mirë jemi, për ujtje jemi ma mirë. Komuna ka investu, ka ndërtu brona, ka ndërtu vija me beton, jazije si thojmë atë betonit, grazhdijet betonit, ka ujtje. Kush dënë me punu tokën, kem ujtë boll, mjaftushëm kem. E ako banor shumë shati Leshan? Dikun një 3-400 banor jenë. Okej, Po, e rinia? Rinia, 50-60% jenë në prendim.
Na e prekëm pak edhe që temë, shumë po ikin prej këtij veni edhe... Shumë. Edhe ka familje që kanë ferma, kanë tokë mjaftueshëm edhe i mbyllin fermat, i hekin baktit edhe e nshojnë domethënë dalin në prendim. Na e falem pak edhe më herët këtë pjesën e që s'dojnë më mirë rinia heq me këtë punë, domethënë. Nuk e di veç, a menon që ka me ndryshu, a menon që ka me ardhë një kohë që kemi me hek ato komplekset edhe kena me ju kthy tokës, kena me ju kthy bujqësisë, plektorisë, punëve të fshatit. Shpresoj që do të vedisohen, se edhe në prendim një pjesë e mirë e tyre punojnë në bujqësi edhe në ferma. E pse bac janë gjendje jashtë me punu punë ndryshme, po si janë gjendje punën e njëjtë me bon tokë vetë. Se jashtë i do këtë si së shekur kush, nuk ka gajle, thët. 3 javë në vetë vjen këtu shetë saltanet, a mo jashtë nështë apunon 11 muaj në fermë të love. A e të qatë fermë të love mund me pasë edhe në shpit vetë. Po, në shpit vetë, me gjëse, nështë asja preferojnë edhe bashkëshorët e familjarë tjerë. Ato ndikojnë shumë, se nëse një fermë nuk është komplet familja e organizume, nuk shprej admirim për mirëmbajtjen e fermës, ai s'un mban fermë. Feks, po, normal do të me dashtë, Po, vërtet. Katë është, nëse nuk e kje përkrajen e familjes në fermës, me një person nuk unë mban. Bas të e prike këgja si shpesh punën e komplekseve që i kem na më mirë me lape, me punë bujqësisë. Edhe vetë kum hasë, do me thonë që mjena tash me qëtë pjesën e bujqësisë këtu në Kosovë, edhe vetë kum hasë në para gjykimet shumë ta dhe që shtu njerës kanë shumë komplekse, nuk e kuptoj pse po menon që ndodhin të komplekse. Pse e morin me nënçmim edhe me përullje punën e bujqëve, e fermerëve? Budallakina, mentaliteti dëbë ty nëse ajo është pjesë jetësore. Fiks, Po, po. pjesë jetësore, pa fermë nuk mundet me ekzistu, pa bujqësi, blegtori nuk ekziston as shteti, s'u mirëmbahet. Normal, se këto janë zinxhir, na gjithë nuk mujmë me konë fermer, gjithë nuk mujmë me konë mjek, gjithë kush e ka një profesion ndryshëm, duhet më qenë larëmania e profesioneve. Po një pjesë priton më marrë me fermë, i do këtë punë e ronë, me gjithë s'është qaq e ronë, se tash teknologjia ka avancu, tash... Deri në atë piku mjelen me makina Tash me pulla punon, me pulla. E vërtet, po, për i me kena shumë para gjykimet shumë ta kështu, na jena që si popull e gjykojmë shumë. Na para disa vite kem bajt ushqimin e kashve shembull në mënyra klasike, me ka 2-3 javë kem bë punë fizike me të fërkodisht me narku ushqimin donjit. Fiks, Po, po. me bajt mënyrë tron. Tash me mjetet moderne, shumë ma letë është. Shumë ma E letë. so ka ndryshu bac për shembull prej asaj kohe, se ti merresh shumë më ti me këtë. Ka ndryshu jenë 100%, po 1.000.000%. 1.000.000%. Në vitin kur majnë menën e para lufte, na krejt mënyrë klasike kem punu. Mas lufte kem fillu pit zerës, kem fillu kapak me mjetet pak ma të lata, tu përmisu, tash ka ardhur teknologjia, tash punoj me mjete ma moderne. Megjithëse i kisha bo apel shtetit që fermerëve të mbaj për kujdeset për ta, mos t'i neglizhon, po ata që punojnë t'ja vep krahin. Mi jap edhe subvencione. Grondat mi marr ai që punon tokën, që ka fermë, jo të merr grondin ai që se punon tokën hiç shembull. Merr grondin, ndërton shtallën ose fermën, ku ti shkosh mas 3 vite s'ka kur rigjon ta hiç. Ajo është dëm. Unë 2 herë ka apliku qunin, 2023 ka apliku për grant Ministrit Bujqësisë, është refuzu. 2.000 euro i ka pagu vesh plan projekt. 2024 tha nuk i kom plotësu mirë, tha du mi përvu prap. Ma i thash se në prap nuk e fitujmë. Prap aplikoj, prap se fitujmë. Dhe më honë, krejto, shka shijen mjetët bujqësore, janë vetanake. Po që Funksionale janë, po janë të vjetra, jo sanet amortizume, kanë defekte ma shumë. Sikur t'ishin treja, ki defekte ma pak, procedura punë shkon ma shpejt, është shumë ma lehtësume. Po që kjo është nështë edhe njëna për arsyeve se më ka rosh shumë me pasu kontakte me njerëz që merren me bujqësi me plektori. Edhe që kjo është puna që nuk mbështet shumë shteti, edhe i mbështet nështë njerëzit që shpesh herë dhe se meritojnë.
edhe po prap juve ja u ka çu domethënë Zoti atë vullnetin edhe O, me shqyr. këtë punë. Edhe unë i lutem Zotit, them shqyr që ma ka jepet vullnet, edhe nuk kam nevojë të ke fundit një mos zë të krahë që A thonë. mos mirë shteti edhe Mirë shteti ku me dia ajo. Që është mirë shteti se na banorë që ti shteti jemi. Fiks, na që të po pagujmë Që tu paguajmë taksa, që tu gjitha. Shteti bile duhet me pas prioritet fermerët që punojnë, që 40 hektar tokë punë i punoj, 10 hektar i mjell i grun, 20 hektar tërshor, 10 hektar misër, ato vetëm subvencionet për hektarazh, për 300 euro për hektar, 304 euro sa është, se tjetër gjonë për shtetit s'kem. Ato sa do kudo na lehtësojnë, bile shpenzimet e derivatëm i nxjerrin. Po ndoshta që kjo është arsyeja pse shumë distancohen edhe prej punëve të bujqësisë. Sigurisht edhe ajo ndikon, sigurisht ndikon se janë krejtë kjo është lidhje zinxhir. Juve ja u ka dhënë Zoti, edhe po më vjen mirë se ishe shumë njerëz të mirë dhe shumë njerëz të ndershëm. Si ju, si nuset e juja, si fëmija, ka që i vogël domethënë edhe Gjithë janë përkushtuar. Po, gjithë janë përkushtuar. Edhe i dëni këtë punë, dëni fshatin, i dëni. Po, dojmë blegtorinë, dojmë nuk i frikojmë punës, hiç. Ja, e dojmë me zemër e dojmë. Pas a je lodh në herë për kësaj pune? A ke po në herë? Jo, unë për veti nesër thëmë zalla më mërë mundësia ose më kriju në arsye madhe me mbyll fermën, unë për veti s'di shka bëj, s'dia mu i mbjetoj. Pa fermë s'dia mu i mbjetoj. E me ta ofru dikush një rrugë të Zvicrës, ose një rrugë Gjermanisë? Mu edhe 3 herë në mujtë më thonë nuk shkoj më bëm prendim. Nuk jo, edhe i kom bo do vjetë edhe sa shkoj bëj rrugë Zvicronit ose Gjermanit, pi bëj për veti, bëj rrugë që tu, edhe pak gjo diferencë gati qaqë edhe mund këtu më dalin. Baca dhe nuk është që s'ju ka shpërblyq që thashe dhe ma herët, mundeni me a dalë, keni jetë shumë për para, veç me këtë. Ja, unë falenderoj Zotin ati kofshin falë, falenderoj edhe familjen përgjithësi, se pa përkrajet familjes normal që s'kishim mujtë me mri, mi pas gjitha këto të mira materiale, po me vullnet, me gjitha ja rrim dhe më honë, edhe heqim fermën për marak, kem të ardhurat mjaftueshme, një jetë modeste, s'ka nevoj për përëndim heq, unë për veti edhe fëmi, djali tim i thamë, s'ki nevoj me shku në përëndim heq, përëndimin e ki këtu, vazhdo, bujësin blegtorin këtu, E djemë, për shamull djemë të tua, kanë prirja, kanë qef me... Blegtori ma pak, ai mekanizëm bujësor, punë me mjetë bujësore ma shumë merret, në blegtori pak ma pak. Po mës më konë unë, sigurisht edhe ai s'ka qarë pa hi. Po thua, Po sigurisht po. Po se tash t'jeni mësumo, po kuptojnë edhe kur të paguhet ajo lodhja ai mundi, tani mos të mbërrejmë pak këtë punë se... Sigurisht. Hajde na po vazhdojnë me i këshyre, pas keni edhe pula do me thonë këtu. Katonarë ta mon, na jemi me gjitha. Pula, jo, mirë që merreni me këto gjona se janë sane që duhet mu merë, duhet mu vlerësu, duhet me o përkra, duhet me u mbështet. Edhe po më vjen mirë që e po ta rastin me ju njoftë dhe me ju taku prej safërmi, sikur vllojët për shembull, drejtore, sportistë, tënat me shumë gjona merret, po prap nimon edhe ty i hek uniformin në rënë dhe vazhdon prap nimon në fermë. Po. Bravo, për që si shembull. Pa komplekse, hiç pa komplekse, nuk e pengon hiç. Jo, hiç se pengon. Bac, ti lopt vidojshë shumë. Po, vallai, se kam interes, bac. Po, që shkanë thonë, jeta interes, edhe unë ato i kom interes. E për që ata i dërë. Po, fort shëzët e, fort. Jo, shëqërë se normal. Kom profet për tyne, është këtë... Unë të veta apin cigore dhe ju, mërë mja botim lëpë dhe qëfar cigore. Hiç ja bojtim lëpë, hiç. Me muzik pimon. Po, për marak, është qimë kvalitet ju qes. Bash. Pranveri në shoj 1-3 muj mu shpin, kështu mi morë ato vitaminet a pranverës. Masi të kapë thatit kështu, atër nuk i në shoj. E sa të ka gjelbrim, i në shoj në pranverë. Bravo të kufse. Pitrajt e ishe shumë mirë. Po, la mirë, për marak. Edhe ju rri gati kështu në smuje këtu, si të jetoj një që nuk o mirë, automatikisht me njëherë ja thiri veterinarin. I vrejnë, do më thonë. Po, shumë i kujdesim, nuk i leo më shku dëmë për kujdes. Bravo të qoftë asë. Na të regoj edhe baca Abdul, vlojët, që e kini raport shumë dhe qantë me të Po, dhe tafërt. Po, bash. Baca që kishe dosht ti me kupturin një asët me për bujësi. Një sot dhe ti kisha apelu që
Mi u këthy bujqësisë e blegtërisë e mos më nejnë TikTok e në Facebook me që ditën katë, po me punu në e sen se TikTok e Facebook u s'ka sen për t'yne. Vesh hubin kohën katë, kështu në bujqësi qare pa dalë dishka s'ka. Edhe në blegtëri nuk ka kesh mirë, është veç kush dënë si gënjen se blegtëria është profitabile, produktet i kitë garantume, si mishin, si bilmetin, si qumërtin, gjitha. Pse mos më marrë me to për një seni që ki profit? Po, një djaliri që ka shëndetin e gëzën, i ka mundësi, ka tokën, o dëmë mos më marrë me diçka. Dëmë, pse mos më marrë me blegtëri? Është profitabil. Apo që ma shumë po rrinë në rrjetet sociale, s'po të hina me punu. Po, dha ma shumë. Unë për veti, bëllë po mbjen kështu, nuk mbjen qatë shumë të lopë, se në tak i ki kry, po dhe për rrjetet sociale mbjen ko bëllë më dashtë. Kështu mundet mi shfrytzu dy ataj. Po dhe sikur sikur krejt, po. Po, në fermë natjet nevojitin 2-3 orë, në pik dite gjysore, në pramje 2 orë dhe krejt 5 orë puni kje në fermë. S'ki mo, kohën tjetër ki t'lirë. Edhe në fund i pa lënë, por në fund, si thu shefit faleminderit hiq, po je shefi vetë vetës. A kishe dosht batë se rinia sot me mësu për jetës tonë? Qa i kishe thonë sot? Kryesisht shtrive, po jo veç shtrive, njerëzve më përgjësi. Për rini sotit i kisha bo apel që mos shkojnë rrugëve të këqija, mos të përdojnë alkohol, mos të përdojnë drogat ndryshme, mos rrinë me shoqëri të këqije, të punojnë, let gjinën dika, mos rrinë kot kafëv. I shoh disa të rrinë 4 orë një kafe, e mojnë shtagën në kafes në goj 4 orë. Del, punon të shtëpia, punon e sen, mos rrinë kafe të në ditën me hup kohën kot. Është gjëna djali i ri me nej 4 orë në lokal pa bukur i sen kot. E pse bas jem që shtën ashta, se ishe kafet plat? Pse s'na do punë neve, diqysh është interesant. Shumë që di, komplet njerës që jenë përëndim, thënë ju atje nuk kanë njeme nejnë kafe. Këtu më shumit që ki, s'punojnë, nuk dojnë më punu. Jo si s'ka punë, po nuk dojnë. Se kur dojnë, nuk ka nevoj që shumë më ikë më shku më përëndim, po nuk dojnë, mentaliteti budallakaut. Se kanë mundësi këtu, me shka do më marë. Me blegtëri, bujësi, me kopshtije, po dojnë me nejnë kafe, ose dojnë me dalë në përëndim më burrëktari i Gjermanit apo Zvicranit. Qa me bove, vërtet, po prapa din ka orë një ku që njerëzit kanë drejtë edhe liri me zgjedh, me qa mu mirë, po prapë mirë që po i falë një jetën e juj edhe me të regu që më në shmeja dole, edhe me bujtësi, edhe me blegtori. Unë e ma shumë i kisha drejtu dhe atyre që e dojnë këtë punë edhe s'ja nisin për shkak para gjykimeve të shumta. Jo që tha edhe më herët thojnë po merresh me la, po merresh me dele. A për din të qysh janë fjallë ordinere këtu, nuk pa lidhje janë krejt. Po sigurisht. Se gjithë shka fillon prej tukës, gjithë shka fillon prej shtynë e kafshëve. Na prap kena mi hongër produktet e mishit, e bylmetit, e produktet e pëmt, e perimet, këto tuk janë. Po krejt edhe është zinxhir jetësor, pa blegtëri, pa bujësi nuk ekziston as jeta. S'mund me ekzistu, sa e baza jetës është blegtëria dhe bujësia. E vërtet. Qysh jetojmë pa ushqime, pa buk, pa meshe, këto lidhen, janë zinxhir, produkte zinxhir. Kështu që këta të rritë le të merren shlirë me bujësi e blegtëri, hiç më s'të vje marrë, se nuk duhet mi marrë para gjykimit e tjera fare. E vërtet. Bac, unë e për fund e kam edhe një pyetje. Krejt i pës, në fund, çfarë mesazhe e kishe dhënë trive, po ty po du me të pyet diçka tjetër, se mesazhe kena dhënë sa të ball. Po du me të pyet, cila është arritja ma e madhe dhe gjoja për të cilën je mas shumë t'i krenar që ke arrit me punë të blegtorisë dhe bujqësisë? Unë jem krenar që me punë të blegtorisë dhe bujqësisë, kom shkollu fëmin, djemët, kem ble tokë pasurit patonshme, kem ndërtu shtëpi, kem ble pajisje bujqësore gjitha. Domthon, nuk na ka ardhur turp më marrë heq me blegtori e bujqësi, po i kemi gra punës, edhe ja kemi arri, ja kemi pa hajrin. Edhe ju kisha bo apel gjitha ata tri, gjitha ata njerëz që kanë mundësi, kanë tokë pune, kanë fuqi punëtore, të merren me blegtori e bujqësi, se është e levërditshme. Qashtu që keni pa hajrin, një të ble shtëpi, të ble mjete bujqësore, të e bo një jetë shumë të mirë, të i shkollu fëmijën, të ble tokë. Sigurisht. Edhe muj me thonë që vesh njëherë një jetë kam hi kredit në vitin 2003 ose 2004, se kur
kredit në bank hinskom, vish krejt me mjete vetanake, dhe dikun të regova në fillim kem pas përkrajen të mirë dhe të vlaut në brendim që është, a i në fillim vitet e para na ka unë shtytjen, dhe e kem bo ferë me na, edhe atër ma nuk ka pas nevoja me na ndimu se atër kur ti kish mundësit ecë të shi vetë. Unë po ta bëj edhe një pyetje tash se më dojlë me të ngacmu. A fiton jo ma shumë a i vlo atje në Gjermani? Se Baci Abdyl tha pyt në tha Narimin. Nuk gudzoj me ka dhu drejtë se odro lypora i të nëshi. Kështu që pe moj sekret ma mirë, se ty bëlezën mi qutë nëshi. Ju s'pu du me shti debaton ashtu, po e kam përshtypjen që ma mirë o të juro juve. Mirë është, edhe këtu edhe atje mirë është. Po, normal, këtu është edhe ma mirë se jemi në shtëpinë tonën, jemi në vendlinjen tonë, jemi me familjarë tonë, me prindë tonë, me fëmijë tonë, në katon temin, a jeta në gërbet, e mirë dhe dikun, po je i huj, në vend huj, je lërgë familjarëve, lërgë të afërmëve, gërbeti e ka, që ka onën pozitive dhe ma shumë e ka onën negative. Ata dora, do më në gjenerata 2-3 veç asimilohen, sigurisht. Kështu që më dhimen, gërbet qartë më dhimen se mas problemi është për gjeneratat të 3-ta të 4-ta. Vëllau im kur del në penzion me shoh që kthehet këtu, po fëmia e pasardhësit e tyre nuk besoj që kthehen. Për që ata edhe është edhe më shumë se edhe mirë që pe promovojnë edhe po dënë me jop një mesazh që moni bre edhe këto. Jetohet edhe këtu, nuk ka nevojë mi penguar e aplehit, mu s'm pengon hiç nuk më pengon, me në gjes në ora 5-6 jem të lop, nuk më pengon era fare, hiç nuk më pengon. A po mendon që trive pi pengon? Një pjesë po, unë kam raste që ka të heki plehin e bagtive, kam rrugën afër që përshijet aty, ka persona që e majnë hunën dhe të kalën fermën se i do këtë era plejt e rënë. Ma kancerogjene është një dezodorant ose një parfum se sa era plejt gjonve. Era plejt gjonve bile është për aspe, për disa smundje është shëruse. Shumë ma e mirë është se sa era parfumit që është komplet kancerogjen. Po na i kem qëtë mentaliteti, budallakia, edhe e shoh, nuk i vjet tërpi që ma në hunën dhe të kalën aty fermën se i do këtë era ronë e plejt. Mos po mdo këtë ronë, se unë pja shaharin, unë më në qatë herë 20-30 mijë i këputin vit, rënojnë shpiteme për marak. Nësi ashtë tim dore i kërkuj, tjenë persone... Hiç kërkuj, hiç, absolut. Po. Bacanajem të falenderojna shumë për pritin që na ke bo, për këtë ato ushqime tradicionale, nusja jote edhe kunota që na i bënet, edhe dëdhurata që na i dhatë. Të falenderojna shumë, e ju rujtë zoti, e ju shtushim. Ko, pëse na jemi familje bukdhonë që gjithmonë nuk pritojmë, zë mësafer që na vjen pa bukë se në shojmë. Sta shut as neve. Bacanajem unë të falenderoj prej zemrës për super pritjen që na ke bo, ty edhe familjen Hajradinaj, edhe po shpresoj që ka me pas sa ma shumë njerëz që marrin mesazhet mira për kësaj interviste që e kemi bë bashkë. Faleminderit për juve. Edhe juve ju uroj vetë suksese, ja uroj krejt mirat, pra po them faleminderit se na keni prit shumë mirë, edhe ju rujt Zoti edhe ju ndihmoj Zoti në çdo hap. Unë ju përgëzoj ju për këtë emision, edhe jeni emision i qëllum, edhe real, se normal nuk i kamufloni gjonat, po i qini real si shjen. E dove pi pengujnë që ato. Po, një pengufshin e si pengufshin gajle vogël, ju qitë në realen, mos kini gajle, heq. Ju lumshin durët, ju jesë puna mbar juve, suksese. Faleminderit shumë, edhe juve punë sa ma të mbarë edhe faleminderit shumë në dërum, kaleni mirë. Gjithashtu. E na kena mund taku prap, bashkë me Bacin Najem, ju përshëndesim prej fshatit Leshan të komunës së Pejës edhe shihemi kismet prap. Ciao.